And now, Radio 3ZZZ 92.3 FM. Mbrëmja e organizuar nga shoqata Eagle Folk Dance të dielën në Jysenta në Treganina ishte një festë e vërtet e kulturës, traditës dhe mirënjohjes. E mbajtur në një atmosferë të ngrohtë dhe festive, kjo ngjarje kishte për qëllim të nderonte individët, bashkëpunëtorët dhe përkrahasit që kanë kontribuar në mënyrë të veçantë në ruajtjen dhe promovimin e vlerave folklorike shqiptare këtu në Melbourne. Në qendër të mbrëmjes qëndroi ceremonia e ndarjes së mirënjohjeve, ku përfaqësues të komunitetit, artist, donator dhe vullnetar u vlerësuan për angazhimin e tyre të palodhshëm. Me emocion dhe krenari, secili prej tyre pranoi një mirënjohje simbolike si shenjë falënderimi për përkushtimin dhe mbështetjen e dhënë ndër vite. Programi artistik i pasuruar me këngë dhe valle tradicionale në performancë të DJ Donit krijoi një atmosferë të veçantë që preku zemrat e të pranishme dhe solli në skenë pasurinë shpirtërore të trashëgimisë sonë kulturore. Kjo mbrëmje ishte një dëshmi e gjallë se trashëgimia jonë kulturore vazhdon të jetojë përmes përkushtimit të njerëzve që e ruajnë dhe përcjellin brez pas brezi. Shoqata Eagle Folk Dance falenderojnë të gjithë ata që ishin pjesë e kësaj nate të paharrueshme dhe riafirmoi angazhimin e saj për të vazhduar rrugëtimin drejt ruajtjes së identitetit kombëtar dhe shpirtit të traditës shqiptare. Në vazhdim të ndëgjojmë një intervistë të shkurtër e bërë nga kolegu ynë Afrim Selimi me kryetaren e Eagle Folk Dance, zonjën Anisa Balla. Zonja kryetare, si ndiheni sot në këtë natë kaq festive duke parë entuziazmin kaq të madh tek valltarët të rinj? Jam shumë e lumtur, shumë e fat, edhe akoma nuk më besohet Afrim që ka vetëm 2 vjet edhe kemi arritur një gjë kaq të bukur, që kemi filluar vetëm me 8 fëmijë dhe tani janë bërë rreth 107 fëmijë. Jo përveç asaj, jemi komunitet më vete, jemi të pavarur, kemi arritur me mundin të pavarur flas nga ana e krijimit të shoqatës, por gjithsesi, si thot Bardhi si gjithmonë, shoku i mirë me shok shumë, jam shumë e kënaqur, emocionuar dhe nuk di që të them shumë se kaq, jam shumë e lumtur. Mendoj që ja kemi rritur një ëndre që e kisha që 20 vjet më përpara që kam ardhur në Australi, e kam menduar që ky vend kaq i bukur, edhe komuniteti jonë shqiptar, që është kaq i madh, i ka munguar diçka kaq e veçantë, sidomos diçka që është më shtrenjta për ne, që është identiteti jon, rrënjët tona, folklori jon dhe aq më tepër që t'ja lëm të kalojmë këtë trashëgimsi, më falni, brezave të rinj që janë fëmijët tanë. Çfarë domethënie ka për ju ndarja e mirënjohjeve ndaj gjithë kontribuesve, valltarëve dhe sidomos sponsorëve të grupit folklorik Eagle Folk Dance? Kjo pyetje shumë e bukur, Afrim. Kjo ka të bëj, është shumë personal dhe për mua, sepse si artiste, si një vajzë që kam ardhur nga Shqipëria edhe jam rritur në skenë, si fillim e kam ndier atë mungesën e vlerësimit të artit këtu. Ne kemi artistë mrekullueshëm që qoftë që kanë kontribuar në për dasma, në për koncerte, në komunitet, jo vetëm për artin dhe kulturën, por edhe më tepër vlerësimi i tyre. Kisha një ndjesi që vlerësimi i tyre nuk, si mund të them, kishte rënë në një gjumë shumë të thellë dhe dikush duhet të vinte dhe ta trondiste dhe ta zgjonte. Dhe ata muzikantë, këngëtar, valltar, kaq të mrekullueshëm që kanë kontribuar për kaq shumë kohë me radhë, gjithashtu si dhe ju dhe Nizamiu dhe pararësit të juaj,
është e paktën që mund të bëjmë, vlerësimi i tyre. Pse? Sepse çdo gjë që e bëjnë nga zemra, e bëjnë me pasion. Dhe kjo është arritja më e madhe për ata, një falënderim i vogël, një mirënjohje, si të them vlerësim, të vlerësosh punën që ata bëjnë. Është gjëja më e madhe që mund t'i falësh një artisti. Dhe për në fund, cilat janë planet në të ardhmen ose surpriza e radhës? Në qoftë se ne do ta zbulojmë surprizën në frim, nuk mbetet më surprizë. Kështu që surpriza është akoma surprizë, po siç e përmenda edhe pak më herët, afrim siç e shikoni, ky grup është krijuar vetëm para 2 vjetëve. Jo shumë kohë, një muaj mund të them, gati një muaj, në 13 prill kemi festuar dhe kemi dhënë koncertin e parë. Me sa kam dëgjuar, sepse unë vetëm 20 vjet kam këtu, me sa kam dëgjuar nga ata që kanë ardhur këtu para meje, nuk është bërë ndonjë koncert kaq madhështor dhe kaq i bukur dhe rëndësishëm për popullin ton shqiptar këtu. Nuk është vetëm koncerti arritja jon, po përmendja, siç thamë më përpara, të gjithë këtyre njerëzve të dashur dhe atyre që fatkeqësisht nuk jetojnë më, të përmendet puna e tyre. Ai person ndoshta ka ikur nga kjo jetë, por emri i tyre dhe puna e tyre nuk do të harrohet kurrë dhe nuk do të vdesë kurrë. Dhe më në fund mesazhi juaj për festimin e kësaj nate kaq madhështore? Do të falenderoj me shpirt, si presidente e Eagles Folk Dance, për gjithë dhe në emër të gjithë stafit ton ekzekutiv, të gjithë valltarët e prindrit, Albanian Australian Islamic Association. Ata janë ata që na kanë bërë të mundur festimin e gjithë neve këtu sonte, na kanë ftuar në shtëpinë e tyre dhe na kanë mikpritur në shtëpinë e tyre. Dhe du t'jap një falenderim shumë të veçantë. Gjithashtu du të falenderoj si gjithmonë shtëpitë tonë të përhershme, North Sunshine Eagles, grupi Shqiponjat. Shumë njerëz kemi përmendur sot që e meritonin, por janë dhe disa që du t'i përmendim akoma, që mund të them janë që në fillimet e para të Eagles Folk Dance, kështu si në background që themi ne. Një prej tyre është Azmi Demiri, mik familjar, shok. E falenderoj nga zemra për ato mendimet, suportin e tij që më ka dhënë mua si presidente të Eagles Folk Dance, këshillat e tij, Besnik Kutleshin, familjarisht, si gjithmonë dhe zonjë presidente Lana, janë gjithmonë të pandar nga ne, nuk janë si them, janë shtëpia jone e përhershme ata. Ju falenderoj me zemër për suportin dhe mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Ju faleminderit.